Zjarret vijojnë të jenë të pranishme në disa zona të vendit, me 28 vatra të raportuara, mes tyre 4 aktive dhe 3 në mbikëqyrje. Situata më e rënduar është në Bulqiz, me 2 sipërfaqe të mëdha që po digjen në qaf Helmës dhe në Vajkal. Për shuarjen e flakëve në këto 2 zona janë angazhuar mbi 50 forca toksore. Deri më tani, zjarri ka shkrumbuar një pjesë të konsiderueshme me pisha dhe shkure. Megjithatë, autoritetet bëjnë me dije se asnjë prej vatrave nuk rrezikon banesat pranë. Zjarri vijon të ketë dhe në qarkun e Elbasanit, në malin e Quksit Prenjas, po punohet për shuarjen e trugjeve dhe bimësisë së ulët brenda perimetrit të vatrës, gjithashtu pa rrezik për zonat e banuara. Ndërkohë vatra në malin e Polisit mbahet në mbikëqyrje për të parandaluar riaktivizimin. Megjithatë, situata është qetësuar në disa zona të cilat përdit me radhë u përballen me zjarre. Në Puk tashmë situata është normalizuar, ndërsa kryetari i bashkisë Rok Dodaj shpreh se situata ndodhet në monitorim, ndërsa autoritetet përkatëse po bëjnë vlerësimin e dëmeve. Kena bërë verifikime dhe kena njerëz në terren duke verifikuar dhe ato problematikat vogla që mund shkaktojnë rindezjen e tyre. Përveç sipërfaqeve pyjore që do të jetë sektori i pyjet që të bëjë evidentimin e tyre, kemi edhe damet që janë bën banesa, ndodh se banesat kanë qenë jo prezent banorët, por ne do t'i përfshijmë në agjendën e verifikimit. Edhe zjarret në malin e Dajtit tashmë janë shuar. Rreshtit e shiut izoluan vatrat, pas angazhimit të 38 forcave operacionale vendore dhe 50 ushtarëve.